Shërbimet online pa pagesë kanë thjeshtuar ndjeshëm procedurat e aplikimit për pensionet. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Shkodër, të gjitha shërbimet tashmë ofrohen online, ndërkohë që numri i qytetarëve që i përdor këto platforma është në rritje të vazhdueshme. Ndërkaq pranë sporteleve të ISSH-s në Shkodër ofrohet asistencë e përditshme për aplikimet nga qytetarët e interesuar. Gjitha aplikimet që janë për sigurimin shoqëror janë përgjithësi online dhe shërbimet ose mënyra e aplikimit është krejt e thjeshtë. Çdo aplikim mund të marrë 5 minuta, 10 minuta kohë. Interesi është, ka për shembull nga ata persona që vinë pyesin dhe në momentin që ti thua ke në filan shërbim hap telefonin edhe gjen. Një lehtësi e shtuar për aplikuesit për pensione pleqërie është edhe përfshirja në sistem e dokumentacionit të ish kooperativave dhe ndërmarrjeve shtetërore të para viteve 1990. Ky proces ka bërë të mundur shqyrtimin dhe realizimin e aplikimeve për pension edhe në rastet kur mungon dokumentacioni fizik. Kemi mundësinë e kontrollit për gjithë secilin që bën aplikim për pension dhe mjafton vetëm aplikimi ose renditja e periudhave tyre kontributive, edhe nëse nuk shoqërohet me dokumentacion, për ne është krejt e mundshme verifikimi dhe lidhja e përfitimit. Ndërkohë një ndihmë të konsiderueshme për aplikimet online përmes portalit e-Albania jep edhe Bashkia Shkodër përmes një zyre të posaçme të ngritur për asistimin e qytetarëve për kryerjen e procedurave online, si për pensionet, ashtu edhe për shërbime të tjera administrative.